Arsyeja që nuk duhet para mujit 6. Mund ndodhe edhe me 5 muaj që s'ka nevojë. Është për shkak se të gjitha materiet ushqyese janë në qumshtin e gjinit. Edhe përqindja e ujit fillon me urit në qumshtin, jo si në kuloshtër. Është ma sasi ma e lartë. Që sasia. Ato jo nevoja ditore që i japin natyra e ka kriju, bre. Çka duhet. E ka mendu në detaj. Çka i duhet atij fëmijë më rrit. As uj s'ka ndërmjet nevojë me u dhanë. Jo verës duhet me i dhanë uj. Jo. Kur e kemi me qumsht gjini, jo. Për shkak se është qumshti i tillë që prodhohet dashte s'dashte. Mëre, pen sherbeta, han ambësina, ajo është gabimi ma i madh. Ti e vetmja gjë që duhet është me qenë e rehidrume. Me pi. Qoftë uj, qoftë langje për themi, po ka sheqer në aty, jo që i bën mirë diçka, natyrale, supa, të gjitha këto, për shkak se keni me vrejt kush është nanë gjithanse, tu i dhanë qumsht, tu i dhësis fëmija, ti keme u thave, që keme pa goja jote është tha, ti keme kërku me pi uj. Kështu që, unë e mendoj që, jo mendoj, po është e dokumentume, së është kjo veç mendimi Po, shkencëtarisht e vërtetune. Sistemi gastrointestinal, pra, përbërësit janë perfekta, që nevoja ditore mi plëcu. S'ka nevoja shtesa s'kur gjë. Përveç, normalisht disa vitaminave, që është vitamina D3, ato që janë në protokoll që duhet me i marë si shtesa, për shkak të eshrave, për ndryshe pra tjera jo.